Siguria rrugore mbetet një nga prioritetet e policisë së shtetit, e cila ka intensifikuar kontrollet në akset kryesore të vendit për evidentimin dhe parandalimin e shkeljeve të rregullave të qarkullimit. Gjatë një inspektimi në aksin interurban Rogozhin-Durrës, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, drejtues madhor Skënder Hita, apeloi drejtuesit e automjeteve të respektojnë rregullat e qarkullimit, duke theksuar se shpejtësia dhe shkeljet e tjera rrezikojnë drejt për drejt jetën. Policia rrugore po përdor mjete inteligjente, radarët dhe dronët për monitorimin e akseve kryesore dhe evidentimin automatik të shkeljeve të shpejtësisë. Vetëm gjatë kësaj jave janë vendosur 1100 masa administrative për te kalim të shpejtësisë, ndërsa në disa raste mjetet kanë haritur deri në 230 km/h. Siguria rrugore ngjelet një përparësi e policisë së shtetit, siç e shikoni, ndodhemi me mjetet inteligjente të vendosura në rrugë me qëllim që të bëjmë të mundur evidentimin e të gjithë shkeljeve dhe problematikave që hasim në përditshmërinë tonë. Policia rrugore është e vendosur që të gjithë shkeljet të evidentohen me mjetet inteligjente, me ato të cilat kemi përdorim, siç është poliskan apo dhe mjetet e tjera radar dhe drone. Të gjitha këto mjete inteligjente që ne kemi në përdorim do të bëjnë të mundur që të ndëshkojmë për të gjithë shkeljet që kryejnë në rrugët kryesore dhe interurbane. Gjatë një viti, 1075 drejtuesve u është hequr leja e drejtimit pasi kanë humbur të gjitha pikët, ndërsa 1060 raste janë proceduar për drejtim automjeti pa leje drejtimi. Për gjatë kësaj jave, mjetet inteligjente kanë vendosur 1100 masa administrative për shkelje të tejkalimit të shpejtësisë, por këto tejkalim shpejtësie variojnë deri në 230 km/h. Këto janë vërtet shifra alarmante dhe na bëjnë që të kthejmë vëmendjen dhe fokusin kryesor te siguria rrugore. Së shpejti do të vijnë në funksion edhe kamerat në qendrën kombëtare të monitorimit të trafikut rrugor, të cilat do të integrohen me sistemet e policisë dhe në këtë mënyrë do kemi një kontroll dhe një çekim më të saktë të gjithë shkeljeve dhe të gjithë problematikave që do të hasim në rrugët kryesore interurbane. Policia thekson se synimi nuk është vetëm dëshkimi, por kryesisht parandalimi i aksidenteve. Apeli për drejtuesit është të mos përdorin telefonin gjatë drejtimit, të mos drejtojnë në efektin e alkoolit apo lëndëve narkotike dhe të respektojnë kufinë e shpejtësisë. Një rregull i respektuar, një jetë e shpëtuar më shumë, është mesazhi i policisë së shtetit.